Kemi pasur rast sërish me një paciente me kolik abdominale relativisht obeze, abdomen ju keni parasysh deri diku që nuk mund të eksplorohet me lehtësi, e cila vazhdimisht kishte anku me probleme infeksioze, natyrës infeksioze, pra në lidhje me sferën e ginekologjisë. Por më pas, gjatë interventit, pasi situata u komplikua, pra me temperaturë të lartë dhe me kolikat forta abdominale, gjatë interventit në doli që ishte perforacion i zorës, i krijuar sekondarisht prej inflamacionit të përgjithshëm që i kishte përfshirë të gjithë abdomenin. U zgjidh problemi. Çfarë ndodh në ato momente, domethënë ti përballesh me një situatë tjetër? I gjithë pozicioni i kirurgut është pozicion stresant në momentin që gjithmonë futesh si thua futesh në botën e kirurgjisë ose po që futesh në barkun e të smurit, në abdomenin e të smurit, gjithmonë aty kalon në një botë tjetër, po e themi. Humbet nga realiteti, le pas të gjitha problematikat apo problemet që ti vetë si individ apo si mjek mund të kesh, dhe je krejtësisht i përkushtuar dhe i fokusuar në problematikën që ju paraqitet përpara.